E vizituam familjen e Silver Haradinajt, pikërisht sot kur janë bërë 14 vjet nga sulmi terrorist I cili e vrau atë në banesën e tij. Fatmirësisht atë botë patën shpëtuar fëmijët e tij dhe bashortja e tij. E falenderojmë vllaun e tij Zymerin bashkë me vllaun tjetër Agronin që na mirëpritën në atë banesë që tash është e renovuar dhe ku banojnë, jetojnë, zhvillohen të sigurt, por edhe 3 djemtë e tij që tash ishin rritur, Armendi, Alberti dhe Arbeni, për atmosferën e përzemërt që na ka krijuar në banesën e tyre dhe për qëndresën e tyre që të mos zhvendosen nga prona e tyre ku banojnë dhe ku tani do ta kenë edhe shtetin e Kosovës, Republikën tonë demokratike të pavarur, e cila me sundim të ligjit I mbron që të gjithë pa dallim.